Shtetet e Bashkuara, qeveria anullon $400 milion për Universitetin e Kolumbias. Gjatë protestave në Universitetin e Kolumbias në prill të vitit 2024, administrata e presidentit Donald Trump ka anulluar fondet dhe kontratat me vlerë totale prej $400 milion për Universitetin e Kolumbias në New York për shkak të mosveprimit dhe të përndjekjes së vazhdueshme të studentëve hebrej, njoftuan administrata e shërbimeve të përgjithshme. Qeveria amerikane tha se fondet e anulluara do të zbriteshin nga produktet në vlerë të përgjithshme prej $5 miliard të caktuara për Universitetin e Kolumbia. Njoftimi u bë nëpërmjet një deklarate të përbashkët të Departamentit Drejtësisë, Departamentit të Arsimit dhe Departamentit të Shërbimeve Njerëzore. Universiteti i Kolumbias u vendos në epicentër protestave universitare, gjatë së cilave demonstruesit kërkonin dhënien fund të mbështetjes amerikane për Izraelin për shkak të vdekjeve në radhë të civilëve dhe të krizës humanitare shkaktuar nga operacioni ushtarak izraelit në Gaza.